në këtë pikë, nuk ka as vend për diskutim e negocim, e lemo për çështje tjera saj për kësaj çështje. Unë është shumë vështirë dikan që ka dalë, ka luftu edhe ka çliru vendin me dalë në mbështetje të këtyre gjëra. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë edhe për mbrojtje të familjes, për mbrojtje të lera të familjes, të identitetit të familjes, edhe identitetit shqiptar të familjes. Nuk e kanë mbështetur as në kuvend kur kanë qenë. Bilem ka qenë vota e Mergim Blushtakut, e cila thuj se ka qenë ndërvendimtarët dhe ka qenë mbështetje shumë e madhe për neve në moskalimin e kodit civil. Ka pas edhe deputet që nuk kanë marrë pjesë në votim edhe me pas qenë në atë kohë dëshira për me shty këtë ligj, kish mujt edhe atëherë me mbështet edhe me votu edhe PDK-ja. Unë jo PDK-ja, po në këtë pikë nuk ka as vend për diskutim e negocim, e lemo për çështje tjera saj për kësaj çështje. Janë qëndrimet prera edhe publike edhe private ndaj secilit, kështu që as nuk do të ketë tentativë për me bëj gjëra të tilla, sepse Kosovën e presin shumë procese përpara. Edhe duhemi me hecë në zhvillim, të filluar në aspektin e zhvillimit ekonomik, shëndetësi, në arsim. Jemi në një kohë ku kemi krizë energjetike, kemi halle e derë të qytetarëve që po e lojnë vendin çdo ditë prej këtu, kemi probleme të ndryshme të cilat nuk do të duhej fare të ishin fokus të tema për të cilat qeverisin e kaluar na kanë detyruar të rreshtohemi dhe të barrikadohemi, sepse këto, puna jonë profesionale ka qenë orientuar me krejt ka. Edhe jemi, edhe visarit, edhe gjithë në fushat e ekonomisë, fushat e financës, shëndetësisë, gjitha këto, se na jemi profesionistë atyre fushave. Kjo ka qenë detyrim me u rreshtu edhe barikadu me çdo lloj kostoje, për shkak që edhe më e rëndësishme se arsimi, edhe se ekonomia, edhe se gjithçka është familja, për cilën duhemi me pas secili prej neve prioritet.